ktheva në identitet, voglush. Më në fund. E dëgjove këtë univers, nuk e i të merit, monarku i kaosit, peranori i likësis u kthye. Tani, që ka përsëri sharmin magjik, nuk ka asgjë që të mund të ndalë Lordin Uriës. Absolutisht jo, jam më i madhi në gjithë galaktikën. Uriës i është i madh, kriminali më i zoti. Ne jemi jashtë mase të lodhur nga ndjenja e superioritetit që t'i rrit nga mbledhja e guackave ku ne jetojmë. Ndoshta ti duhet të shikosh se sa e pavlerë është në të vërtetë ajo që ti quan madhështia jote. Të vegjël e dini që ne kemi evoluar për të i formës mbreslënse trupore. Jeta jonë e vërtet zhvillohet në mendjet tona. Ne lundrojmë në detin e vetë dijes kozmike, një oqean i gjerë dhe i pafundit dijes në të cilin ju nuk jeni gjë tjetër veç se një molekule pa përfillshme, të zhytur në keq kuptimin tuaj. Tani, ktheuni tek furgoni juaj njerëz të vegjël e të mërzitshëm, dhe kur mos harro Lordi Uriës se ti nuk je më i madhi në të gjithë këtë galaktik të madhe. Tani zhdukuni që këtu. O, ju, molpleksis madhështor dhe fisnik, ne për ulemi për para mençurisë tuaj të pafundme. Ti e ke seriozisht? Bëm gjithë këtë rrugë për të takuar këta individ? Mençuria përfundimtare kozmike shfaqet në të gjitha format dhe përmasat. Faleni atë, ai nuk e di se çfarë është duke bërë. Sa kohë duhet të rrim ulur këtu?